Ministër, Tirana po hyn në ditët, në javët, edhe në muajt, ku qelbet erë. Ta themi, siç është, pjesë më të madhe të sallës, gati 90% e deputetëve jetojnë në këtë qytet, dhe natyrisht e ndjejnë, për më tepër që edhe kuvendi është shumë afër një objekti të rëndësisë veçantë që ndodhet mes për mes Tiranës. Temperaturat e larta, mungesa e rreshjeve, rënja e prurjeve në lumenjtë e Tiranës e bëjnë edhe më të ndjeshme, edhe më të vuajtshme pikërisht këtë situatë. Shtuar këtu një fluks edhe më të madh njerëzish. Shtetha është jo vetëm natyrale, pra nga lindjet. Ajo është shtuar prej ndërtimit të banesave, e njësive të reja të shërbimit, zhvendosjes njerëzve në këtë qytet, por edhe prej turistëve të shumët, të shtuar, kohë pas kohë, veçanërisht gjatë viteve të fundit, që ndalojnë këtu së pari, në Tiranë, në kryeqytet. Ujërat e ndotura në këtë qytet, siç më bën me dije, ndërmarrja ujësielës kanalizimit të Tiranës, përmes kësaj letre, derdhen në lumenjtë e Tiranës, e thonë hapur, dhe e pranojnë botërisht që derdhen në lumenjtë e Tiranës. Në lumin Lan edhe në lumin e Tiranës, me Gjasë dhe në Erzen, për gjithë zonën në jug të këtij qyteti. Kolektorët e këtij qyteti shërbejnë për grumbullimin, si dhe transportin e ujërave të ndotura për t'u shkarkuar këtu, në lumenjë. Nëse këtu do të kishte realisht ndjeshmëri ndaj mjedisit, ndaj shëndetit publik, nëse mjedisi i pastër, shëndeti i mirë, do të ishin konsideruar pjesë e rëndësishme e mirëqenies, mbi të gjitha mirëqenies urbane, ky i derdhjes ujërave të ndotura, pas një përpunim në lumenjë, do të konsiderohej dhe ndalohej si krim ndaj mjedisit dhe ndaj shëndetit publik në qytetin më të madh të vendit, që është edhe kryeqyteti i tij. Shikoni, Tirana ka kohë që nuk është më vetëm Tirana. Ndërtimi masiv po e bën Tiranën të jetë Shqipëria. Lagjet tëra janë ndërtuar e po planifikohen të ndërtohen, ndërkohë që ndërtimet të reja masive po ngulen në lagjet ekzistuese me kapacitetet pamjaftueshme për shkak të infrastrukturës projektuar për një tjetër nivel të tërheqjes, grumbullimit, transportimit të ujërave të ndotura. Po ju marr si shembull lagjen 13. Nga kodra e diellit e duke zbritur poshtë, anën tjetër të saj, liçenin e thatë, Saukun, më sipër, Farkën, edhe më lart, ku derdhen ujërat e ndotura të këtyre, lagjeve. Po kompleksi Deli Jorgji, që është thuajse një lagje më vete, që nuk mbaron dhe vazhdon të ndërtohet. Përballë tij një kompleks tjetër që vazhdon të ndërtohet dhe nuk mbaron, edhe atje vazhdon të ndërtohet. Si di emrin, ndaj nuk po individualizoj, po përballë Deli Jorgjit. Do të shtohet edhe ky me një ndërtim tjetër masiv aty në anë të OSHS, që do të ketë edhe një kull shumë të lartë në mes. Ku i derdh, apo ku do i derdh ujërat e ndotura? Po të gjitha ndërtimet masive në bulevardin e ri, ku do i derdhin ujërat e ndotura? Po lagja e re e Rrotull, ish Sheratonit, ku do i derdh ujërat e ndotura? Po ky kompleksi Mangalem, që na tregohet si një vepër e jashtëzakonshme arkitekturore, që është një fyrje e madhe për Mangalemin e vërtet, ku do i derdh, apo ku po i derdh ujërat e ndotura? Po ato fshatra, rreth liçenit të Farkës, ku po i derdhin dhe ku do i derdhin ujërat e ndotura? Po këto 5 kullat e reja, krah atyre të ndërtuara poshtë digës liçenit, ku do i derdhin ujërat e ndotura? Pra po ndërtojmë edhe më masivisht, pa menduar se kapacitetet e infrastrukturës ekzistuese do jenë në krizë shumë shpejt. Ndërkohë që ky volum ujërash të ndotura do të grumbullohet, transportohet, derdhet në të njëjtën infrastrukturë, në të njëjtën infrastrukturë depozitohen, do të bëhen po njësoj, depozitimi i tyre do të bëhet po njësoj dhe do të derdhen në lumenjtë e Tiranës. E thjeshtë. Asnjë metër linar apo vëllim i ri në rrjet nuk po shtohet, asnjë impjant për punimi ujërash nuk është ndërtuar që të shoqërojë
ndërtimet masive në Tiranë. Është e qartë, do vim shumë shpejt në këtë krizë që do të fusë në kolaps gjithë qytetin. Do të cënojë edhe më keq gjendjen aktuale, që është gjithashtu keq, shumë keq. Në mes të saj dua të di çfarë po bëni dhe çfarë mendoni që të bëni. Tirana natyrisht është e gjithëve, po bëhet Shqipëria, siç u thash, por ju si qeveri edhe ne si deputeta po mbi të gjitha, si qytetar, me një shtesë konstante popullsie, natyrisht nuk është veç fjetin. Duhet jetë qyteti ku jetohet dhe jetohet mirë. Në të gjithë të kontekst jetësor, projekti i financuar nga qeveria bujare dhe populli, po aq bujari japonez, me objekt pastrimin e ujrave të ndotura të Tiranës, nënshkruar financuar në mesvitin e vitit 2008, i pambaruar edhe në vitin 2026, është një dhimbje e madhe për këtë qytet, që nuk është më ai i 2008-s, por është zmadhuar, kuturu, ku ka mundur. Mezi pres dëgjoj, diçka që i vlen për gjithë shqetësimin që prezantova më sipër, e që në fakt është shqetësim i qytetarëve të këtij qyteti. Faleminderit. Zoti Karakaçi, keni fjalën për shpjegimet tuaja 20 minuta. Nderuar drejtuese e seancës, të nderuar deputet, të nderuar zoti Braçë, gjithashtu kënaqësi që na dëgjojnë sot edhe studentë të Universitetit Shkodrës, pavarësisht se çështja që referojmë këtu sot lidhet me një çështje shumë sensitive që lidhet me përmirësimin e sistemit të kanalizimeve të Tiranës së Madhe. Së pari, e kam edhe një falënderim për zotin Braçë që përmes kësaj interpelance më jep mundësinë që të informoj jo vetëm Kuvendin e Shqipërisë, por edhe opinionin publik lidhur me një projekt shumë të rëndësishëm për sektorin e ujësisë kanalizimeve në vend dhe veçanërisht për kryeqytetin. Projekti përmirësimi i sistemit të kanalizimeve të Tiranës Madhe përfaqëson një investim me rëndësi jetike për modernizimin e infrastrukturës së kanalizimeve në kryeqytet, por edhe për mbrojtjen e mjedisit dhe përmirësimin e cilësisë së jetës së qytetarëve. Ky projekt patjetër ka patur vëmendjen e përkatëse të Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Agjencisë Kombëtare të Ujësisë Kanalizimeve. Megjithatë, zbatimi i tij është shoqëruar me disa problematika, si nga ana e kontraktorit të punimeve, ashtu dhe nga ana e zbatuesit, të cilët kanë sjell vonesa në realizimin dhe përfundimin e projektit. Me lejoni së pari të theksoj që ky projekt financohet në bazë një marrëveshje huaje ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Japoneze për bashkëpunim ndërkombëtar dhe ka një vlerë rreth 61 milion euro investim. Në këtë kuadër të projektit parashikohet ndërtimi i impjantit të trajtimit të ujrave të ndotur në Kashar me kapacitet maksimal përpunues për 94.000 metra kub në ditë, duke mbuluar nevojat e rreth 335.000 banorëve në këtë fazë të parë të zhvillimit. Një komponent tjetër kyç është ndërtimi i kolektorit kryesor për transportimin e ujrave të ndotur nga zona e pallatit me Shigjeta deri në impjant, me një gjatësi rreth 4.2 km dhe kapacitet maksimal rrjedhje prej 2.27 m3 në sekond. Gjithashtu, projekti përfshin ndërtimin e kolektorit të ri të jugut nga ura e Shkozës deri te pallati me Shigjeta me qëllim menaxhimin e shkarkimeve të lumit Lana dhe përmirësimin e kontrollit të ndotjes urbane. Implementimi filloi para vitit 2016 me një afat fillestar për 36 muajsh. Megjithatë, si rezultat i disa problemeve shumë serioze gjatë zbatimit, afati u shty dhe me 52 muaj të tjerë nga fillimi i punimeve, deri me 16 tetor 2018. Në korrik 2018, kontrata e punimeve u ndërprej në mënyrë të njëanshme nga autoriteti kontraktor, pas një procesi auditimi të kujdesshëm të zhvilluar nga auditi i brendshëm i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe në bashkëpunim me Avokaturën e Shtetit. Vendimi për ndërprerjen e kontratës u bazua në një serë problematikash të rënda, ndër të cilat do theksoja: mos përmbushja e detyrimeve kontraktuale, ritmi shumë i ulët i punimeve, mos respektimi i grafikut punimeve, mungesa mobilizimit të kapaciteteve teknike dhe burimeve njerëzore, mos respektimi i standardeve të shëndetit dhe sigurisë në punë, probleme në sigurimin e cilësisë, mos zbatimi i kërkesave të supervizorit, mungesa planifikimit operacional e tjera. Deri në momentin e ndërprerjes së kontratës, realizimi fizik i projektit rezultonte rreth 50% punime civile të impjantit ishin të realizuara, rreth 50%
ishin realizuar për kolektorin kryesor dhe vetëm rreth 1% ishin të realizuara për punimet elektromekanike. Kontrata e supervizionit përfundoi në tetor 2019, ndërkohë që po në atë periudhë përfundoi dhe afati fillestar i disbursimit të huas. Nga ky moment, në fakt, fillon një lloj sage, do e quaj unë, dhe punë të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë për të rivitalizuar këtë projekt. Patjetër që ky është një projekt shumë ambicios dhe shumë i rëndësishëm për qytetin e Tiranës, dhe si e tillë, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka marrë gjitha masat e nevojshme që ta rivitalizojë gjithë kontratën në përkatëse, pavarësisht që është ndërprerë rreth në gjysmën e punimeve civile të saj. Për rifillimin e projektit, AKUK nisi procedurat për kontraktimin e konsulentit dhe supervizorit teknik, duke synuar riangazhimin e të njëjtës kompani konsulente që kishte ndjekur projektin fillestar. Kjo në mënyrë që mos të humbiste historiku i ngjarjes në kantier. Si rezultat, por nuk rezultoi nga përfundimi i procedurës konkurruese, nuk u arrit në një sukses të tillë. Si rezultat, projekti nuk mund të rifillonte gjatë periudhës së dytë të disbursimit. Në këtë moment, në vitin 2023, afati i disbursimit të huas është shtyr deri në tetor 2026, ndërkohë është miratuar dhe rialokimi i huas përkatëse. Pas këtyre zhvillimeve, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Agjencia Kombëtare e Ujësisë Kanalizimeve kanë lidhur një kontratë të re konsulencë teknike për rishikimin e projektit të detajuar, asistencën në procedurat e prokurimit dhe supervizimin e punimeve. Aktualisht, ne jemi në fazën që konsulenti ka përfunduar rishikimin dhe azhurnimin e projektit teknik të detajuar, pasi siç e thash, projekti është ndërprerë në gjysmë dhe konsulenti tashmë ka hartuar projektin teknik të ri që përmban vijimin e punimeve të kryera deri tani dhe mbylljen e këtij procesi. Dhe jemi në fazën që konsulenti po harton dokumentat standarde të tenderit, që dhe shumë shpejt pritet fillimi i procedurës konkurruese për zgjedhjen e një kontraktori që të mund të kryej përfundimin e punimeve të implantit të trajtimit në ujrave në Tiranë. Dua të theksoj një gjë ama, që pavarësisht sfidave të trashëguara ndër vite, procedurave komplekse ndërkombëtare dhe ndërprerjeve që kanë ndikuar në ritmin e projektit përmirësimi i sistemit të kanalizimeve të Tiranës Madhe, qeveria shqiptare ka ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për riaktivizimin dhe finalizimin e këtij investimi strategjik. Sot, projekti ndodhet në një fazë konkrete implementimi, me struktura teknike dhe institucionale të angazhuara, në koordinim të ngushtë me strukturën financuese japoneze, për të garantuar vijimin e procedurave, sigurimin e financimit dhe rifillimin e punimeve. Ky projekt mbetet një prioritet kombëtar, patjetër unë me sinqeritet e pranoj që si thua, ritmi i punës duhej dhe mund të kishte qenë më i shpejt, por në një kontratë elementet të tilla të ndodhin, dhe si e tillë duke qenë se ky është një prioritet kombëtar ky projekt, jo vetëm për ndikimin e drejt për drejt në përmirësimin e infrastrukturës së ujrave të ndotur dhe mbrojtjen e mjedisit, por edhe për rëndësinë që ka në përmbushjen e standardeve europiane dhe objektiveve të zhvillimit të qëndrueshëm në vend. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Braçe, 3 minuta kohë për të shprehur. Ministër, faleminderit edhe një herë, edhe faleminderit edhe për shpjegimet që bët këtu. Po, të bëj një përmbledhje të gjithçkaje që thash unë në krye të herës, apo të gjithçkaje edhe që thatë ju. E para mbi gjitha, projekti ka një vlerë prej 11 miliard juanësh, ose diku ke 100-110 milion euro. Marrëveshja nënshkruar është e datës 30/6/2008. Dua t'ju kujtoj që sot jemi 21 maj i vitit 2026. Marrëveshja është ratifikuar me ligjin 9964 në datë 24/7/2008. Për pak arrim në datën 24/7/2026. Parashikimi. Ka filluar implementimin në qershor të 2016. Afati 30 muaj, pra 2 vite e gjysmë.
Afati u zgjat në 52 muaj. Pra duhet mbaronte në 16 tetor 2018. Për disa muaj jemi në 16 tetor 2026. Në korrik 2018 ndodhi terminimi, pra ndërprerja e një anshme e kontratës, si shtatë dhe ju, për shkak të gjetjeve të një auditit brendshëm shumë kujdesshëm të Ministrisë përkatëse, Ministrisë së Infrastrukturës. Kontrata e konsulencës ka mbaruar në 18 tetor 2019. Afati i disbursimit të huas ishte në tetor të vitit 2019. Vim tek punimet. Deri në momentin e terminimit, pra përfundimit ndërprerjes së një anshme të kontratës, punimet e kryera ishin 50% e punimeve civile për impjantin, 50% e punimeve civile për kolektorin, 1% e punimeve elektromekanike. Disbursimet. Deri në fundin e kontratës, pra deri në mbylljen e një anshme të kontratës, ishin disbursuar 66 milion euro për punime civile dhe 17 milion euro për shërbime konsulence. Në datë 24/4/2020 ka një notë shpjeguese përmes të cilës kërkohet shtyrja e disbursimit. Më datë 11/11/2020 është vendimi i marrë për shtyrje. Historia e konsulentit apo kërkimi i konsulentit. Në datë 28/7/2022 është refuzuar oferta e një konsulenti të ri. Ndërkohë që me vendim të Këshillit Ministrave numër 760, datë 20/12/2023, kemi një shtyrje të disbursimit në tetor deri në tetor të vitit 2026. Tani jemi në maj të vitit 2026 dhe do na duhet që të disbursojmë në kaq muaj të gjithë paratë e mbetura. Me VKM numër 56, datë 29/1/2025, është bërë rialokimi i fondeve. Vetëm shikoni datat. Nga shtyrja e afatit të disbursimit në 20/12/2023, kemi lëvizur vetëm në 29/1/2025 për rialokimin e fondeve. Akuku ka bërë procedurat për përzgjedhjen e konsulentit të ri për rishikimin e projektit të detajuar dhe siç edhe ju thatë, jemi pranë përfundimit të projektit të ri të detajuar. Tani në maj 2026, faza duhet të niste, faza përfundimtare e projektit të detajuar. Besoj është e qartë çfarë kemi bërë dhe çfarë keni bërë të gjitha qeverit bashkë që nga viti 2028. 16 vite projekt, 16 vite disbursim muhaje me 3 shtyrje, 8 vite tender, 30 në fillim dhe 52 muaj do të ishin punime. 50% e punimeve të kryera, 8 vite ndërprerje të punimeve, 4 muaj larg nga afati i fundit të disbursimit. Tani në këtë pikë më vjen të bëj vetëm një pyetje, dhe që është pyetje që kam gjatë gjithë kësaj kohe që kam komunikuar me institucionet dhe kam pritur përgjigje. A jemi serioz ne? Dhe përballë kemi Japoninë, një prej vendeve të G7-s, donator bujar, me një popull paq bujar dhe natyrisht institucione dhe një popull ndër më korrektët në botë, që pastërtin nuk e kanë në mënyrë jetese, po e kanë ADN. Dhe që donin shumë të ndihmonin që edhe ne pastërtin, veçanërisht në trajtimin e ujërave të ndotura, apo mjedisin tërsi, apo mirëqenien urbane, akoma dhe më gjërë se sa kaq, ta kishim edhe ne ADN. Unë mendoj që së pari qeverit e Shqipërisë dhe së dyti edhe Kuvendi i Republikës Shqipërisë, me gjas, besoj unë do ta bëj edhe Komisionin Mbikëqyrjes Institucionale, do t'i kërkojnë ndjes qeverisë Japonisë për faktin e mungesës së seriozitetit ton në trajtimin e fondeve
të dhuruara bujarisht nga qeveria, apo vënë në dispozicion bujarisht nga qeveria e Japonisë. Kjo është e parë. Ndërkohë që ne, apo unë do vazhdoj ta pyes qeverinë, parlamentin, institucionet, pikërisht për seriozitetin tonë, të doja të thoja që situata në Tiranë, të cilës nuk e di pse duam t'i largohemi kohë pas kohë, është vërtet e rëndë. Vërtet e rëndë. Vetëm këto ditë që ka patur shi, lumi i Lanës, që është ky më i dukshmi se është përmes Tiranës, nuk vinte erë. Sepse nga kjo fundjavë, kur temperaturat shkojnë 28 gradë, është evidente se çfarë ndodh mu në zemër të Tiranës, që ndahet andej Lanës edhe këtej Lanës. Në krahun tjetër, ndërtimi po e bën situatën edhe më serioze. Unë e kuptoj, të ndërtosh patjetër që është zhvillim, por nuk është gjithmonë mirëqenie. Dhe mbi të gjitha mirëqenie urbane. Dhe këtë nuk e ndajmë dot ne. Unë nuk e kuptoj çfarë i ndalon autoritetet e zhvillimit të territorit në nivelin kombëtar, siç është AZT-ja, KKT-ja, po edhe në nivelin vendor, Bashkia e Tiranës e kështu me radhë, që kur miratojnë leje kompleksesh me mijëra metra katror ndërtim, që presupozojnë apo parashikojnë që brenda tyre do të kenë mijëra njerëz të strehuar, e që me pasojë do të jenë tonelata të tëra të ujrave të ndotura të konsumuara, të miratojnë edhe detyrimin për të ndërtuar impjant të pastrimit të ujrave të ndotura brenda këtyre godinave apo komplekseve gjigande që po ndërtohen në këtë qytet. Çfarë i pengon? Çfarë i pengon? Çfarë pengon qeverinë që të bëjë atë që ju kërkon të gjitha hoteleve në vijën bregdetare, që të kenë një impjant të pastrimit të ujrave të ndotura? Okej, e kuptoj. Shumë e domosdoshëm ai ndërtimi i kompleksit, se atë e kam përballë me zonën zakonisht edhe atje e kam para syve, atë kompleksin Deli Orgjia apo përpara atij atë kompleksin tjetër pa emër. Çfarë pengon qeverinë që kur ata marrin lidhjen për të derdhur ujrat e ndotura në lan, t'ju vënë detyrimin që këto ujra paraprakisht kalojnë në impjant të përpunimit të ujrave të ndotura, me qëllim që prurjet e ujrave të ndotura në lan të fillojnë të ulen. Pra ndërkohë që presim të zbatohet kjo kontratë në zbatim të asaj marrëveshje huaje që kemi me qeverinë e Japonisë, të bëjmë gjërat tona, të bëjmë detyrat tona. Tirana e vitit 2008 kur është marrë kjo marrëveshje nuk është më, nuk ekziston më. Është një Tiranë e rritur me të paktën 50%. Dhe këtë 50% e kemi rritur ne. Tani, si ka mundësi që askujt nuk i vajtin në mendje? Nuk i vajtin në mendje. Unë besoj që i ka vajtur në mendje, po kjo gjë kushton para. Pra askujt nuk i vajtin në mendje, apo i shkoi në mendje, apo nuk e shtyu përpara, që se ti vendosë detyrimin shumë të qartë, shoqëruar me lejen e ndërtimit, që lidhja e infrastrukturës për largimin e ujrave të ndotura mos shkojë direkte në lan, po të kaloj përmes një impjanti. Kushton para, po kushton. Po 3.000 euro metri katror nuk janë shumë para që t'ju justifikojë edhe këtë impjantin? Po 4.000 euro metri katror tek ajo lagja e famshme atyre të qark Sheratonit nuk janë shumë para që t'ju justifikojë eksaktësisht edhe këtë gjë? Po në këto fshatra turistik me vila që shkojnë kacafiu në euro, nuk i ka shkuar kujt në mendje t'i vendosë detyrimin që të vendosin impjant për pastrimin e ujrave të ndotura? Pra, ndërkohë që jemi jo serioz në raport me këtë projekt, me atë që ka ndodhur, që nga 2008 e deri në 2026, do duhet të kishim bërë punët tona, të kishim bërë detyrat tona për të ndërtuar jo thjesht godina, por për të ndërtuar mirëqenie urbane në këtë qytet, e cila do të jetë tmerrsisht e vështirë, të rikthehet, të vendoset, edhe ta jetojmë gjithë bashkërisht thjesht dhe vetëm përmes këtij projekti, të kësaj uhaje të qeverisë japoneze. Duhet bëjmë shumë më tepër se sa kaq dhe duhet ta bëjmë me këta ndërtuesit. Është shumë e rëndësishme që me ndërtuesit flasim për mirëqenien urbane, jo thjesht dhe vetëm për përfitimet e tyre, kohë pas kohë. Faleminderit.
Faleminderit zoti Braçe. Zoti Karakaçi, keni fjalën 3 minuta nëse dëshironi. Po, faleminderit. Unë do të cekesha vetëm në 2-3 elemente tjera që nuk ishin përtej asaj çfarë thash herën e parë. E dëgjova me vëmendje elementet që zoti Braçe referoi, që për sa i përket parashtrimit të fakteve dhe ngjarjeve përkonin me atë që unë referova. Unë dua të theksoj vetëm 2 elemente. Së pari u ngrit çështja, a jemi serioz me donatorët ndërkombëtar. Të paktën të jemi të qartë që për sa i përket këtij projekti, kontraktori është zhvilluar me anë të procedurave konkurruese të donatorit ndërkombëtar. Dhe dështimi i këtij projekti, së pari është dëm i madh për shtetin shqiptar, që vjen si rrjedhojë shumë e madhe, edhe e vetë procedurave të donatorit përkatës, që përzgjodhi një kontraktor që dështoi në realizimin e tij. Patjetër, dështimi i kontraktorit për realizimin e këtij projektit pasqolli një vonesë shumë të madhe për rivitalizimin e projektit në fjalë. Sigurisht, të dy e sqaruan faktin që Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe AKUK tashmë ka marrë gjitha masat përkatëse për rehabilitimin dhe rivitalizimin e projektit. Jemi në fazën e përmbylljes së projektimit të kësaj vepre dhe bërjen e procedurës konkurruese për zgjedhjen e një kontraktori të ri, i cili duhet të përmbylli procedurën përkatëse. Po ashtu me të roqe vëmendjen fakti i, si thua, mungesës së vullnetit apo dëshirës për të implementuar një impiant trajtimi të ujrave të ndotur për ndërtimet në Tiranë. Unë dua të theksoj faktin që në fakt seriozitetin dhe guximin Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë e ka patur për sa kohë që ka miratuar aktin normativ numër 8, që detyron gjitha subjektet me aktivitet ekonomik, siç janë dhe hotelerit, për të instaluar nën koston e tyre një impiant të trajtimit për këtë qëllim, i cili ju e dini shumë mirë që edhe nga një pjesë e deputetëve sot aktualisht kundërshtohet, pasi si thua, ka disa hoteleri apo subjekte ekonomike të cilët e kanë të pamundur për ta implementuar. Dhe pavarësisht kësaj, përsëri Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë edhe sot vazhdon të ngeli qëndrimi që ky akt normativ numër 8 duhet vazhdojë të jetë fuqi. Hotelet të cilët kanë ndërtuar mbi territor kanë detyrimin që të implementojnë një impiant trajtimi të ujrave të ndotur, pavarësisht dëshirës apo mos dëshirës së tyre. Dhe për ta përmbyllur, doja vetëm të theksoja edhe një element që dhe të përfitoj nga rasti i kësaj interpelance, që paralelisht me projektin me agjencinë japoneze për bashkëpunim ndërkombëtar, Ministria dhe AKUK po implementojnë programin për hartimin e strategjisë së menaxhimit integruar të ujrave të shiut dhe kanalizimeve për Tiranën e Madhe. Pikërisht në linjë të asaj çfarë ju referoni. Ne e dim që tashmë Tirana nuk është më Tirana e para 10 apo 15 viteve, por është edhe një Tiranë më kohezive që përfshin dhe Kamzën dhe Vorën. Dhe pikërisht me anë të kësaj hartimi strategjie, që përmban një integrim të trajtimit të ujrave të shiut për Tiranën, Kamzën dhe Vorën, dhe që po financohet përmes një granti të qeverisë zvicerane. Ky projekt synon vlerësimin e gjendjes aktuale të sistemeve të kanalizimeve dhe ujrave të shiut, hartimin e një strategjie të integruar për menaxhimin e tyre, si dhe identifikimin e ndërhyrjeve prioritare dhe kostove përkatëse. Gjithashtu, ky projekt do të shërbejë si bazë teknike për hartimin e një masterplani të kanalizimeve dhe ujrave të shiut për Tiranën e Madhe, i cili do vazhdohet me aplikimin në WBIF dhe Bankën Botërore dhe në Bashkimin Evropian. Ky masterplan do përfshijë një vlerësim gjithëpërfshirës të situatës aktuale të shërbimeve, analizën e zonave me dhe pa mbulim kanalizimesh, si dhe zhvillimin e një plani investimesh të qëndrueshëm dhe të përballlueshëm për gjithë rajonin Tiranë, Kamës, Vorë. Faleminderit. Faleminderit, zoti Braçe. Ministër, së mbase u keq kuptuam, unë nuk kërkova që akti normativ që është në fuqi
për vendosjen e implanteve të përpunimit të ujërave të ndotura në linjën bregdetare për njësitë e shërbimit, siç janë hotelet, ta anulohet. Nuk jam unë ai deputeti që keni ju parasysh, apo që keni ju parasysh që e kundërshtoj këtë akt. Jo, se kundërshtoj unë këtë fare. Jam shumë dakord me këtë gjë. Dhe është çështja juaj se si e zgjidhni drejt për drejt në territor. Ajo që kërkova unë është që ky akti të shtri veprimin e tij në të gjitha lejet e ndërtimit që po jepen masivisht në Tiranë, edhe që përfshin komplekse që janë më të mëdha se 500, 600, 1000, 1500, 2000 apartamente apo njësi banimi e të tjera pastaj njësi shërbimi. Pra ajo që kërkova është eksaktësisht kjo, ndërkohë që na ka shkuar në mendje që ta bëjmë këtë gjë në vijën bregdetare dhe mirë kemi bërë sepse mbrojmë ujërat e deteve tona, ai që janë një aset shumë i vlerë edhe për turizmin. Ta bëjmë këtë gjë apo ta vendosim këtë standard edhe për ujërat e Lanës, që janë objekti më i fotografuar në këtë qytet nga turistët e huaj. Kaq. Për më tepër ku ndërtimet apo lejet e ndërtimit po shkojnë në të dy anët e Lanës, edhe Majtas, edhe Djathtas. Dhe janë po aq masive, apo janë edhe më masive se sa ndërtimet e njësive të shërbimit që janë bërë në vijën bregdetare. Pra po kërkoj që ndërkohë bëhen ato që ju thoni, pra reaktivizohet puna për të çuar deri në fund në vepër Huan e qeverisë japoneze, e cila më lejoni ta përsëris, nuk ka asnjë faj në këtë histori, zero. Jam marrë edhe unë me këtë punë. Në krahun tjetër ne të bëjmë gjërat tona. Pra të mendojmë për këtë gjë dhe ta materializojmë këtë gjë. Ndërkohë që AZT-ja, KKT-ja, Bashkia e Tiranës janë në punë për të dhënë leje ndërtimi, të bëjnë edhe këtë gjë tjetër, vendosjen e detyrimit që të tilla komplekse, banimi apo edhe shërbimi, apo mbi të gjitha pastaj hotele me nga 20, 22, 23, 25 kate në këtë qytet, ta kenë detyrim implantin e përpunimit të ujërave të ndotura para se ta derdhin në kolektorët që pastaj derdhen që të gjitha o në Lanë, o në lumin e Tiranës, o në lumin e Erzen më tutje. Faleminderit. Faleminderit, zoti Braçe. Atëherë vazhdojmë me pikën e 10 të rendit të ditës, është interpelancë me ministrin e arsimit, zonën Mirela